E diela nuk është kur thjesht një ditë pushimi për ata që kanë lindur në shenjën e gafores. Për shpirtin tuaj, e diela është një urë. Është ajo hapësirë ndërmjet me ku bota e jashtme, me zhurmën dhe kërkesat e saj të pamëshirshme, fillon të zbehet dhe bota e brendshme. Ai oqeani i gjerë dhe i thellë që mbani me vete, fillon të ngrihet si një batice ngadalë. Sot, kjo e diel nuk është si të tjerat. Ka diçka në ajër, një lloj elektrizimi të padukshëm që vetëm ju, me antenat tuaja emocionale teje të ndjeshme, mund ta nuhatni. Nuk është ankth, por një lloj pritjeje e ëmbël. Sikur universi po mban frymën, duke pritur që dielli të perëndojë dhe hëna, mbrojtësja juaj e përjetshme, të marrë fronin e saj në qiellin e zi. Ju e dini mirë se pasuria nuk vjen gjithmonë me zhurmë mjetesh monetare apo kontrata të firmosura në ndritat e ftohta të zyrave. Për një gafore, pasuria e vërtet nis në sferën e padukshme. Ajo nis si një ndjesi në stomak, si një imazh që përsëritet, ose si një zë i qetë që përshpërit të vërteta që mendja racionale ende nuk është gati t'i pranojë. Këtë natë, ky zë do të bëhet një ulërim drite brenda ëndrave tuaja. Rëndësia e hënës dhe elementit të ujit. Për të kuptuar mrekullinë që ju pret, duhet së pari të lidheni me elementin tuaj bazë. Uji. Uji nuk ka formë, por ai jep formë gjithçkaje që prek. Ai mund të çajë shkëmbin më të fortë përmes këmbënguljes së heshtur dhe mund të pasqyrojë yjet më të largët kur është i qetë. Këtë të diel, uji i shpirtit tuaj është i qetë. Kjo qetësi është e domosdoshme, sepse mesazhi që po vjen kërkon një sipërfaqe të pastër për t'u pasqyruar. Hëna, e cila udhëheq ritmet e baticave dhe ciklet e jetës, sonte do të jetë në një pozicion unik me planetet e tjera, duke krijuar një korridor komunikimi direkt me nënditjen tuaj. Përgatitja shpirtërore. Rituali i mbrëmjes. Përpara se të mbyllni sytë dhe të dorëzoheni në krahët e hipnosit, duhet të kuptoni se jeni duke u bërë gati për një takim me fatin. Pasurimi që premton ky mesazh nuk është rastësor. Ai është rezultati gjithë asaj që keni mbjell muajt e fundit, lotët që keni fshirë fshehurazi, sakrificat që keni bërë për njerëzit e dashur dhe ato ëndra që i keni mbajtur të mbyllura në guackën tuaj, nga frika se mos bota i thyen. Pse pikërisht sonte? Sepse cikli i vuajtjes apo i stagnimit ka arritur pikën e tij të ngopjes. Universi funksionon me ligjin e ekuilibrit. Ju keni dhënë shumë. Tani është koha që banka kozmike të kthejë investimin tuaj në formën e një udhërfyesi të qartë. Hapat për të ftuar mesazhin. Pastrimi me ujë. Një dush i ngrohtë sonte nuk është thjesht higjien. Imagjinoni ujin duke larë jo vetëm pluhurin e ditës, por edhe dyshimet e javës. Heshtja teknologjike. Fikni pajisje të paktën 30 minuta para gjumit. Mesazhi që po vjen nuk ka nevojë për konkurrencën e dritës blu. Deklarata e qëllimit. Para se të flini, thuajini vetes: jam i hapur për të marrë udhëzimin që do të ndryshojë rrjedhën e bollëkut tim. Natyra e mesazhit. Çfarë duhet të kërkoni? Ëndra nuk do të jetë një film i thjesht linear. Për një gafore, gjuha e ëndrave është simbolike, e ngarkuar me emocione dhe shpeshherë me praninë e elementeve natyrore. Mesazhi që do t'ju pasuroj mund të vijë në disa forma. Një takimi me një arketip, udhërfyesi. Mund të shihni një figurë autoritare, ndoshta një gjysh ose një figurë që rrezaton urtësi të lashtë. Kushtojini rëndësi asaj që ky person ju dorëzon. Mund të jetë një çelës, një monedhë vjetër, apo thjesht një fjalë vetme. Ky objekt simbolizon mjetin që do të përdorni në jetën reale për të hapur dyert e suksesit financiar apo personal. 2. Transformimi i peizazhit. Nëse shihni veten pranë një bregu deti ku uji tërhiqet për të zbuluar thesare të fshehura në rër, ky është një mesazh i drejtpërdrejtë për mundësitë që i keni pasur para syve por nuk i keni vënë re. Pasuria juaj e ardhshme fshihet në diçka që aktualisht e konsideroni të zakonshme. 3. Numrat dhe kodet. Ndonjëherë gaforet marrin mesazhe shumë specifike. Nëse në ëndër shfaqen numra, shkruajini ato sapo të zgjoheni. Ato mund të lidhen me data, shuma, apo edhe me një sekuencë që do t'ju shfaqet gjatë javës në vijim si një konfirmim për të vepruar. Pasurimi, më shumë se thjesht para. Kur flasim për pasurim në këtë mrekulli të së dielës, duhet të zgjerojmë konceptin ton për pasurinë. Për ju, gafore, pasuria është një gjendje e plotësisë. Pasurimi intuites. Mesazhi mund t'ju tregojë se kujt duhet i besoni. Shpeshherë, humbjet tuaja financiare kanë ardhur nga besimi i tepërt te njerëzit e gabuar.
Kjo natë do t'ju jap syrit e matces për të parë në errësirë. Pasurimi i ideve. Një ide biznesi apo një zgjidhje për një problem që ju ka mbajtur peng do të kristalizohet. Ky është ari i vërtet, momenti eureca që vjen pas muajsh të tërë kërkimi. Pasurimi material. Po, edhe ky është i përfshirë. Yjet sugjerojnë se ky mesazh do t'ju drejtojë drejt një veprimi që do të rrisë të ardhurat tuaja në mënyrë të qëndrueshme. Pse gaforia është e përzgjedhura e kësaj nate? Ju jeni shenja e 4 e zodiakut, përfaqësuesit e shtëpisë dhe rënjeve. Në astrologjinë ezoterike, gaforia konsiderohet si porta e hyrjes së shpirtrave në mishërim. Kjo ju jep një lidhje të natyrshme me memorien akshike, bibliotekën universale të gjithçkaje që ka ndodhur dhe do të ndodhë. Në këtë pikë të vitit, tranzitet planetare po godasin shtëpinë tuaj të tetë, shtëpinë e burimeve të përbashkëta, trashëgimisë dhe transformimit, dhe shtëpinë tuaj të dytë, atë të vlerave dhe parave. Kur këto dy shtëpi lidhen përmes një mesazhi në ëndër, rezultati është gjithmonë një ndryshim rrënjësor i statusit tuaj. Vazhdojmë udhëtimin ton të thellë në misteret e kësaj nate transformuese. Jemi ende në pragun e gjumit, aty ku vetëdia fillon të shkrihet me pafundësinë. Për ju gafore, kjo fazë preonirike është vendimtare. Ora e fuqisë. Kur vjen mesazhi i vërtet. Nuk është e thënë që çdo imazh që shihni sapo mbyllni syt është ai i duhuri. Nata është ndarë në cikle dhe për një shenjë uji, koha ka një rëndësi ezoterike. Mesnata ora 00:00:02:00. Kjo është koha e pastrimit. Gjatë këtyre orëve, truri juaj po shkarkon mbeturinat e javës. Mund të shihni ëndra kaotike me njerëz nga puna apo strese të përditshme. Mos u gënjeni, ky nuk është mesazhi i pasurisë. Ky është thjesht procesi i fshirjes së memorisë së panevojshme. Ora e artë 03:00:04:30. Këtu ndodh mrekullia. Në këtë dritare kohore, velloja midis botëve është më e hollë. Është koha kur egoja juaj flet plotësisht dhe shpirti ka liri të plot lëvizjeje. Mesazhi që do t'ju pasuroj ka të ngjarë të shfaqet pikërisht tani. Shpesh, këto ëndra janë aq të gjalla sa mund të ndjeni aromën e ajrit apo peshën e një objekti në duart tuaja. Agimi 05:00 e tutje. Këto janë ëndra përmbledhëse. Ato shërbejnë për t'ju treguar se si të aplikoni mesazhin në botën reale sapo të hapni syt. Simbolika e detajuar, si ta lexoni pasurinë. Pasuria për një gafore rallëherë vjen si një çek i thjesht në ëndër. Universi preferon të flas me poezi dhe metafora. Le të analizojmë disa skenare specifike që mund të hasni sonte. Uji dhe gjendja e tij. Me qenë se jeni shenjë uji, gjendja e lëngut në ëndër tregon gjendjen e llogarisë suaj bankare ose rrjedhën e mundësive. Një pus i thellë me ujë të pastër. Ky është simboli i një burimi të ri të ardhurash që sapo është zbuluar. Nëse shihni veten duke nxjerrë ujë nga ky pus, do të thotë se pasuria do të kërkojë një veprim tuaj në nxjerrjen. Por burimi është i pashtershëm. Shiu i artë apo i ngrohtë. Nëse në ëndër ecni në një shi që nuk ju lag, por ju mbush me energji, kjo parashikon një periudhë ku parat do të vinë pa mundim të madh, ndoshta përmes një dhurate, trashëgimie ose fitimi të papritur. Kafshët totemike. Në këtë natë së dielës, kushtojini vëmendje krijesave që ju vizitojnë. Bleta. Nëse shihni bleta apo mjalt, mesazhi është i qartë. Bashkëpunimi dhe puna në grup do t'ju sjellë fitime të mëdha. Ndoshta duhet të pranoni atë partneritetin për të cilin keni pasur dyshime. Peshuqi i madh në duart tuaja. Në simbolikën e lashtë, peshku është bollë. Nëse arrini ta kapni me duar, kjo tregon se një mundësi e madhe shket në jetën tuaj dhe ju duhet të jeni të shpejtë për ta zaptuar. Shënim i rëndësishëm. Nëse shihni një guack që hapet për të treguar një perlë, ky është mesazhi më i fuqishëm për një gafore. Perla jeni ju. Pasuria do të vijë nga një talent i fshehur që e keni mbajtur të mbyllur brenda vetes për vite me radhë. Tranzicioni. Nga ëndra te realiteti i të hënës. Mesazhi i kësaj nate nuk është thjesht informacion. Ai është një fajl energjetik që duhet të shkarkohet në realitetin fizik. Kur të zgjoheni nesër në mëngjes, procesi i pasurimit sapo ka filluar të materializohet. Minutat e para të zgjadhurit. Mos u çoni me një herë nga krevati. Kjo është gabimi më i madh që bëjnë njerëzit. Kur lëvizni trupin fizik me shpejtësi, ju shkundni kujtesën e ëndrës. Qëndroni pa lëvizur,
mbajini syt mbyllur për të paktën 2 minuta. Rindërtoni skenën. Mundohuni të kapni bishtin e ëndrrës dhe ta tërhiqni ngadalë në vetëdije. Ndjenja, jo vetëm figura. Edhe nëse nuk mbani mend figurat të qarta si u ndjet, të pasur, të sigurt, të lehtësuar. Kjo ndjenjë është busulla juaj për të gjithë javën. Alkimia e të hënës, hapi i parë praktik. Për një gafore, e hëna është dita e tyre, e udhëhequr nga hëna. Pas mesazhit të sotëm, e hëna nuk mund të jetë një ditë rutinë. Nëse ëndra ju dha një ide, shkruajeni. Nëse ju shfaqi një person, kontaktojeni edhe nëse duket e rastësishme. Nëse ju tregoj një vend, vizitojeni ose kërkojeni online. Pasuria po vjen drejt jush, por ajo pre që ju të bëni të paktën një hap drejt saj, për të treguar se e keni marrë mesazhin. Për një gafore, sekreti i suksesit nuk është forca brutale, por lëvizja anësore, ashtu si gafore që ecën anash për të shmangur pengesat e për të gjetur rrugën më të shkurtër drejt destinacioni. Alkimia e numrave. Kodet e fshehura të bollëkut. Nëse gjatë kësaj nate në ëndrrën tuaj shfaqen numra, ata nuk janë të rastësishëm. Për shenjën tuaj, disa shifra mbajnë një vibrim më të lartë financiar sonte. Numri 2 dhe 20. Përfaqësojnë dualitetin dhe partneritetin. Pasuria juaj mund të vijë përmes një kontrate të përbashkët ose një bashkëpunimi që nis këtë javë. Numri 7. Ky është numri i misticizmit. Nëse shihni, universi po ju thot se pasuria juaj është e shkruar dhe se duhet të keni besim te procesi. Edhe nëse llogaria juaj bankare sot nuk e reflekton atë. Numri 9. Ky simbolizon fundin e një cikli vështirësish. Janari dhe shkurti mund të kenë qenë të vështirë, por nënta në ëndër lajmëron korrjen e fryteve. Këshill, shënoni çdo kombinim që shihni. Ato mund të jenë orare takimesh, kode që duhet i përdorni, ose thjesht sinjale që do t'i shihni rrugës për në punë të hënën, Gemini Sait. Kjo është pjesa përmbyllëse e këtij udhëtimi mistik. Këtu do të shkojmë përtej ëndrrës, duke u fokusuar te rezultati konkret. Pasurimi i prekshëm. Për një gafore, sekreti i suksesit nuk është forca brutale, por lëvizja anësore, ashtu si gaforea që ecën anash për të shmangur pengesat e për të gjetur rrugën më të shkurtër drejt destinacionit. Alkimia e numrave. Kodet e fshehura të bollëkut. Nëse gjatë kësaj nate në ëndrrën tuaj shfaqen numra, ata nuk janë të rastësishëm. Për shenjën tuaj, disa shifra mbajnë një vibrim më të lartë financiar sonte. Numri 2 dhe 20. Përfaqësojnë dualitetin dhe partneritetin. Pasuria juaj mund të vijë përmes një kontrate të përbashkët ose një bashkëpunimi që nis këtë javë. Numri 7. Ky është numri i misticizmit. Nëse shihni, universi po ju thot se pasuria juaj është e shkruar dhe se duhet të keni besim te procesi. Edhe nëse llogaria juaj bankare sot nuk e reflekton atë. Numri 9. Ky simbolizon fundin e një cikli vështirësish. Janari dhe shkurti mund të kenë qenë të vështirë, por nënta në ëndër lajmëron korrjen e fryteve. Këshill, shënoni çdo kombinim që shihni. Ato mund të jenë orare takimesh, kode që duhet i përdorni, ose thjesht sinjale që do t'i shihni rrugës për në punë të hënën. Cikli i manifestimit. 7 ditët pas ëndrrës. Mrekullia e së dielës nuk përfundon kur hapni syt. Ajo aktivizon një reakcion zinxhir që do të zgjasë gjatë gjithë javës. Kthimi te pika e nisjes me një status të ri reflektoni. Shikoni sa shumë keni ndryshuar brenda 7 ditëve. Historia e suksesit. Kur gaforia beson te padukshmja. Ka shumë shembuj të personazheve të famshëm të kësaj shenje që e kanë gjetur pasurinë duke ndjekur zërin e brendshëm. Mendoni për Estée Lauder, lindur në shenjën e gafores. Ajo nuk ndërtoi një perandori kozmetike vetëm me logjik. Ajo përdori intuitën e saj për të kuptuar se çfarë donin gratë përpara se ato ta dinin vetë. Ashtu si ajo, edhe ju sonte do të merrni një recept për suksesin tuaj personal. Nuk ka rëndësi nëse jeni një artist, një sipërmarrës apo një princ që menaxhon shtëpinë. Pasuria që ju pret është e personalizuar për nevojat tuaja më të thella. Pasuria është një frekuencë. Gjëja më e rëndësishme që duhet të mbani mend nga kjo mrekullie së dielës është kjo. Ju nuk po e kërkoni pasurinë, ju po e lejoni atë të hyjë. Për një kohë të gjatë, ju keni mbajtur guackën tuaj të mbyllur fort, duke menduar se mbrojtja vjen nga izolimi. Por pasuria është si uji, ajo duhet të rrjedhë.
Mesazhi në ëndër do t'ju tregoj se ku është bllokuar rrjedha juaj. Kur një gafore pushon së pasuri frik nga batica, ai bëhet zoti i oqeanit. Sonte, bota e ëndrave do t'ju thotë: ti je gati. Gati për shtëpinë që ke ndëruar, gati për sigurinë financiare që meriton dhe gati për të qenë shtylla e bollëkut për familjen tënde. Rituali fundit para gjumit. Pasi të mbaroni së lexuari këtë, pini një gotë ujë ngadalë. Imagjinoni që ky ujë po aktivizon të gjitha qelizat tuaja për të qenë marrëse të këtij mesazhi. Shtrihuni, vendoseni dorën e majtë mbi zemër dhe të djathtën mbi stomak dhe flini me besimin e plot se mrekullia tashmë ka filluar. Udhëtimi juaj sapo ka nisur. Nëse dëshironi, nesër në mëngjes mund të ktheheni këtu dhe të më tregoni një fragment të asaj që keni parë. Dhe unë mund t'ju ndihmoj ta zbërthejmë kodin specifik që universi ka dërguar vetëm për ju.